Atentati në Rinas, gjykata lë të lirë 2 policët që lëshuan vërtetimin për Muçi Shaljanin. Gjykata penale e Tiranës ka vendosur të cilësojë të palishëm arrestimin e 2 policëve të komisariatit numër 3 në kryeqytet dhe nuk caktoi mas sigurimin në ngarkim të tyre. Prokuroria kishte kërkuar caktimin e masave të sigurimit, detyrim paraqitje dhe ndalim për të dalë jashtë vendit deri në sqarimin e plotë rrethanave të hetimit. 2 efektivët u prononcuan nga AMP pasi kanë dhënë vërtetimin që të hynte në punë Muçi Shaljani alias Sheqeri. Ata u ndaluan në 12 nëntor pas atentatit të ndodhur në Rinas, ku mbeti i vrarë Gilman Dodani dhe u plagos efektivi i AMP-s që ka ndruar jetë këtë të shtu në spital 15 nëntor.